dashur miq të kanalit Luaj Derën, jemi në Tetovë dhe kemi zgjedhur pikërisht Tetovën nga që këngëtari që e kam sot në intervistë konsiderohet që është i Gostivarit, në Tetovë kanë dëgjuar shumë. Ai vetë herë deklarohet si i Tetovës, me që është nga Bogovina, e herë deklarohet si i Gostivarit, nga që prej atje ka gruar. Ne do bisedojmë sot për muzikën e tij që ka krijuar diku në vitet 80-90. Unë jam gjenerata asaj kohe dhe i di përmesh të gjitha këngët e tij. Besoj edhe ju i dini. Ndoshta mund mos ta dini këngë që i ka më pak të njohura, po kryesisht i ka të njohura, për shembull kënga Lutja. Ti as pak s'kupton. Ndoshta këto mund mos t'i dini, po nuk mund mos ta dini këngën Maturantët, që mendoj se çdo gjenerate për të sjell, edhe sot e kësaj dite. Ahmet Azizi me mua sot, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Besoj që Zvicër më mirë se në Tetovë, edhe në Gostivar. Jo, më mirë se në Tetovë dhe Gostivar, më mirë se në Deskaskun. Atje është mirë, po. Këtu më mirë, a? Po. Unë jam gurbetçi i vonshëm, unë jam ma shumë i këtushit se i atjeshit. Prandaj nuk mund të ndrotem, jetoj e funksionoj atje, po jam ma shumë i këtushit. I këtushit, a? Vi shpesh. Ahmet, para se të pyes unë ku ke humbur gjithë këto vite, sepse ti gati 3 dekada jeton në Zvicër dhe nuk këndon më, nuk merresh me këndim. Nuk merrem me këndim, jam pasiv me mramje, me koncert, po përndryshe me muzikë merrem non-stop. Sidomos kohën e pandemisë je marrë shumë. Edhe atëherë, po edhe ditësoni, po indirekt, që ti thosh, vetë nuk jam aktiv. Unë akoma krijoj për tjerit, mbas kërkesave, këngë, tekste. Për vete e kam bërë një arhiv të madhe, për ende se kum plasu kështu ta di njerëz, përndryshe kam kriju akoma. Po jam pasiv jam në aktivitete, në koncerte, në Romeo Gazmari, me të vërtet jam pasivizu kështu. Edhe vetë se di. Në koncert për shembull. Nejse, tash mos të shpalosim shumë gjëra para publikut, por ne shumë shpejt mund të kemi një koncert dhe kjo do varet nga kjo bisedë që do ta transmetojmë në kanalin Luaj Derën, nëse mund ta bindim Ahmet Azizin që të mbajë një koncert. Prap do jetë diskutim ku ta mbajë, në Gostivar apo në Tetovë, po besoj që bashkërisht do ta zgjidhim. Ti e potencove në fillim se unë jam këtu e prej atje, unë jam i lindur në anë Tetovës, jam rrit në Gostivar, kështu që për mua janë edhe Tetova, edhe Gostivari, ti them kështu vendlindja ime. Nuk i daj. Ahmet, në Zvicër mendoj se patriotizmi është diçka tjetër. Çfarë konsiderojnë zvicranët patriotizëm, a? Në Zvicër, jo në Zvicër, po në gurbet ose për jashta, sikur rritet ai patriotizmi më shumë se sa këtu. Pse emocionohesh që je në gurbet apo jo? Do kishe dash ti të vazhdonte jeta këtu? Emocionohem për atë se unë kur kam shku atje kam menduar se do ri 2 vjet, 3 vjet edhe do kthehen. Me atë mendim ke shku, a? A shumice, nuk foli për këto gjeneratat e reja, se këto gjeneratat e reja lindin, rriten atje kanë ma ndryshat, po gjeneratat para meshka kanë shku, ata s'kush nuk ka shku ngele atje. Çdo njëri prej atyre ka shku, ai do rinja 2 vjet, edhe do kthehem, edhe kështu e kanë kalu jetën dhe kanë mbet atje. Shtash unë nuk u shpresoj mos ngjelje atje, po ata ndër se do kthehem e kam për çdo ditë, prandaj edhe unë jam shpesh këtu. Ku i shoh ëndrat në Zvicër apo në Gostivar apo në Tetovë? Në Gjumë i shoh. Në Gjumë, ama ku është lokacioni i ëndrave? Përgjithësi, unë kam qenë shumë i shpërndam me se zakonisht tonë ëndrat i sheh aty ku je rrit fëmijë. Dakor, unë jam rrit në Gostivar, jam shumë i kënaqur që si po kam qenë edhe si ma i ri, edhe si fëmijë shumë i lidhet edhe me familjen nga Katulli, ku jam lind në Bogovinë. Me familje kam qenë non-stop i lidhet, me shoqni mos flasim, edhe muzika ndoshta ma ka imponu që t'jem ma i shoqlushëm edhe t'kem një rreth gjan, jo vetëm Tetovë Gostivar, po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe gjithka. Po normal që është ati vendi ku je rrit, tek pak ma shumë. Të mytë nostalgia ma shumë për këto. Po thash, unë Tetovën Gostivarin nuk i kom daj asë një herë. Në shaka kom bode, asha kur kam qenë me tanës Tetovës, ku thonë, unë jemi Tetovës, ose kam qenë me të edhe shkollën e mesme ku e ka bo? E kom fillu në Gostivar, e kom kryu në Ferizan. Unë i takoj një generate djegut, kështu t'i thosh.
Lost generation, ë? Jo se sistemi i kohës ka pas 2-3 gjenerata para neve shka nuk na leshin shqip mësojmë, i kthejnë shkollat maqedonisht. Kur erë gjenerata ime edhe ne dushte për vitin e 2 dhe 3 maqedonisht të bëjmë, po ne filmu me demonstrata, me protesta, me sende, edhe vitin e 4 shkollës mesme, vitin e parë kemi qenë 2 paralele 80 nxënës, vitin e 2 ngelëm veç 30 nxënës, edhe deri vitin e 4 u shli komplet gjenerata, ne mbetëm vetëm 6 vetë edhe ne na përjashtu, se edhe shkum në Ferizaj e krytën shkollën e mesme. Do me thënë gjenerat e luftrave, e problemeve, e demonstratave. Tash, po, shqyqyr mas neve u ndryshun sendet, u këthim prap shkollat Shqipësi, ishim më para, edhe shumë sendet ndryshun, gjithë sotit që tash ne krasim sot me atë kohë. Po tash mendon të kthehesh atëherë kjo pyetja e zakonshme që e bëjmë? Tash, ndër e kom. Unë 3 ditës parë, kur shkuaj atje, ku thonë, okej, do ri, lidhet prandej, edhe ndoshta kjo pasiviteti im lidhet macën kur shkova e kisha një farë plani, thash, do pauzoj me muzikën 1 vjet e gjysmë 2, edhe mas andej do aktivizohem. Unë fakt u aktivizova atje, me studion, po për vete, kom punu fort pak. Ma shumë jo marrë me tjerët, me kolegët, me sen. Për ndryshe arhivën e kam plot me këngë, po qëtash... Të bëjmë një koncert së shpejti. Së shpejti. Së shpejti dhe besoj që publiku mezi të pret. Shpesh i dëgjoj këngët e tua edhe kur i dëgjoj shoh edhe komentet, çka shkruajnë njerëzit, apo jo. Edhe aty thonë kush është ky këngëtari, ku mund ta gjejmë këtë këngëtarin, edhe shoh që askush nuk ka informacion kush është ky këngëtari, nga është ky këngëtari, sepse atë kohë ne i dëgjonim këngët në radio dhe rrallë merrnim informacion. Informacioni që Atëherë këtu e kuptojnë kush është ky këngëtari. Po fama dikur nuk ka qenë si sot. Për shembull ti të kishe kënduar në këtë kohë, do ishe më i kërkuar dhe i famshëm të them. Se di, çdo gjë shkon me kohën e vete. Ndryshojnë rrethana, ndryshon edhe muzika ka ndryshuar ditë sotit. Mu duket se më para më shumë i kemi dhënë mund për ta krijuar një këngë. Më kujtohet kur kam shku për spari herë në atë kohë në radio televizionin e Shkupit. Për të incizuar këngët, ëh? Jo, unë kisha incizuar në Gjermani, albumin e parë. Sepse ka qenë probleme dhe incizimi këngëve në atë kohë. Ku ke bërë incizimi? Po, unë kam bërë në Hamburg, Gjermani. Po si ashtu? Po, unë kam shumë familje. Pas ka tërheq gurbeti. Jo, kam shumë familje dhe unë shkojsh akoma s'kohë, ka qenë vllajem atje, 18 vjetë, qaj para me u këthi, unë s'u këtheva. Edhe familje gjonë kom shumë atje, edhe shkojsh edhe fati jem në atë kohë unë njoftova me një farë muzicienti shumë i fort, i muzikës klasike, bëjte muzike në për vende shumë të forta. Fati jem unë njoftova me to, e kish studion e vetë në atë kohë, se në atë kohë ishë shumë problem, se sot nuk ka problem, sot e merë një laptop, edhe këtu mund ta incitojmë një këngë, ja, për shembull. Po, e vërtet është. E në atë kohë kanë qenë qera sende, po problemi më i madh kur jam kthy këtu kur erdha të filloj të s'njifte askushi, do ta përmes në atë kohë ka qenë një gazetar Ekrem Sadiku në radio televizionin e Shkupit, çka ai më ka lidh për spari herë se s'njifsha asnjë, nuk njifte askush si këngëtar. Edhe unë i kisha këllë zbavice, në atë kohë nuk ka pas ka shumë si sot. Edhe ishtë si një risi, kështu t'i thosh, ishtë në atë kohë Agron Berisha, Indjeri, Veli Sahidi, ka qenë numri shumë asi. Po paralel, kur kemi fillu, unë edhe Elita 5, mu të thëmë se të njëtin vit kemi fillu. I kam shok i përshëndesi, virusin se do mësë. Edhe, po ishtë shumë problem atje të të njohin. Po thëmë ka pas tjera kushte, e di se kur kam shku atje, mi ka lyp komplet tekstet e këngëve, me një farë komisioni ashtu i, okej, që këtu nuk o kjo, sot nuk o e problem. Sot ka ndryshu se... A është ma mira ma keq që nuk është shaj problem, thojza, që nuk ka një filter ku kalojnë gjërat? Ma mirë është që teknologjia ka shku shumë larkë, bon sendet shumë ma lehtë se atëhere, ma keq ose nuk ka... Se edhe nëse dukesh bukur merresh këngëtar. Po ma shumë këndon sot trupi edhe ftyra se sa zëri. Që ajo është, do të thënë nuk janë ato rregulla si ka qenë dikur.
Vëraj se në atë ko, me të vërtet duhet të kalush disa komisione. Edhe e vlerësojsh që okej, ose thonte që kjo kong mund të kaloj, kjo s'mundet. Shtash ka ndryshuar, se edhe tash, plusi është tash se janë shumë ma kollaj të arrish në tash teknologjia e bën vetën. Aha. Po në atë kohë të kanë njohur njerëzit apo jo në polici? Pastaj filluan të njohin. Apo? Fillon të plasojnë Unë mendoj se sot e kësaj dite, Amet, ka njerëz që mund mos ta njohin si fytyrë, po nuk besoj se ka njerëz që s'kan dëgjuar të paktën një këngën tonë. Nostalgjikët po, se edhe unë kam nostalgji të këngëve kur kam qenë shumë më i ri ose i vogël, do të them kështu. Unë kam edhe sot e këtë ditë kur ndjej një këngë që kam ndjuar për shembull kur kam qenë 12-13 vjeçar, edhe automatikisht i rikthehesh edhe mi po... E din, Amet, si u bë e mundur kjo intervistë, që ti do ta shohësh pastaj kur të montohet krejt. Ne ishim në një darkë me shumë gra, edhe dikush aty përmendi ty, edhe e këndoi këngën tënde, edhe ne e këndum bashkë mas andaj krejt, që ti ta shohësh se e din këngën tënde, po ky është Amet Azizi. Këndoj unë për ty, për flokët e tua ngjyrani, për flokët e tu për ata sy. Bukuroshe gostivari. Përshëndes Amet, në mungon. Kjo ishte kënga që e kënduam ne bashkarisht, që ti ta dish se dikush të kujton këtu, dikush të përmend ty, dikush t'i këndon këngët, mos mendo se ke shku krejt. Artin tonë të gelon këtu edhe ne jemi shumë të vëktoni. Zohem. Gjithë shumë konsiderojmë që ti e Brian Adamsi i romancave tona. Kur ishim të ri, të reja, kishim ato problemet tona në lidhje të cilat i shprehnim jo me fjalë sepse s'dinim, po kishte një poet, kishte një poet, kishte një poet që i shprehte më bukur se ne përmes teksteve të këngëve dhe çuditërisht më tha që tekstet i ka shkruar vetë. Nuk e prita këtë përgjigje. Pjesën më të madhe kam shkruaj vetë. Kam këngë që më kanë shkruar shokët ose po pjesën më të madhe, e di si është kjo puna e teksteve. Çdo njeri e ka artin, mënyrën e vete, edhe si unë nuk i ngarkoj shumë tekstet, jam mundu që me pak fjalë tregoj shumë sende. Se donjëherë duhet edhe tu adaptohesh edhe publikut, se ka njerëz që presin sa më shpejt se çfarë do thosh. Duan shumë pak muzikë të ketë. Edhe janë kombinime kështu krejtëse, po çajo është arti im, është mira ime, edhe shumë rrallë herë ku marr, jo se janë tekstet e mia më të mira, po thash është mënyra ose arti jot se si ti si je, edhe shumë rrallë herë ku marr tekste për tjerë. Përndryshe kom tekste për shoqënisë, se si tri, sidomos kur kemi qenë në shkollë të mesme, dieta e ka. Ne shkruajmë, kom pas shoqëni që nëse për fat të mirë unë i kom ledhe edhe shkrimet edhe poezitë e shokëve shoqënisë, edhe e kam një si roman është bo, i kam si arhiv. Sepse ne kishim, Facebooki jonë ishin leksikonet me poezi që i kishim. Po, ko mas ko e marrë shfletojat edhe... E ken shtëpi? Po. A do na dërgosh fotografi të ngjesim këtu te montazhi? Po. Edhe do i dërgoj bile si tri, atër kemi vizatu do sende, do zemra, do fjalë, turta, kështu edhe, po, shtash kur i shfletoj atë, se di, ndjem me të vërtet interesant edhe kthehesh të di, ka do sende shumë të mira. E din, më duket interesant se ne vajzat shumë e kemi pas shprehim këtë gjë, të shkruajmë për dashuri që ka në për fletore, ama për djemt, për herë parë dëgjoj që pas ka pas dikush fletore. Jo, pjesën më të madhe kam prej vajzave që ka shkruar. Do me thonë kjo është sekreti, ja? Pjesa më madhe. Na fal grua. Jo, tash, unë tregova parë se jemi një gjeneratë djegme, kështu t'i thush. Edhe kur kemi shku në Ferizaj, me të vërtet u përzin shumë sende atë edhe filloi ai sistemi i izolimi së ndryshim as në qytet, a gjese deri ora 6-7 edhe mas ende fillon të ora policari, kishte ka 10 policë që të hesin aty, edhe mbylleshim që aty në banes ku banojeshim. Edhe çka do bëjmë, do shkruajmë poezi. Po s'keshim çfarë të bëjmë, nuk ka pas në atë kohë as Facebook, as TikTok, as internet, hiç. Edhe ma veç ka s'ka kemi zhvillu ka faktorurin që të shkruajmë. Amet tash vjen shkon shpesh, Zvicër, Gostivar. Vi shpesh. Si të dukemi ne, kemi ndryshuar për këto 2-3 dekada sa jeti atje
Qa duket më ndryshe se ti nje mirë qytetet shqiptare? Unë për vete nuk i kom vrejta ndryshimi se thash unë vi shpesh, po në përgjithësi kështu shumë ka ndryshu. Për të mirë jem të e folë. Normal, A thu, asis janë këtu tash. Po ç'tash unë edhe nuk i kam 25. Ti lakmohem që se po... Të kthehesh ama si 20 vjeçar. Unë për vete gëzohem kështu, se me të vërtet ka ndryshu shumë sende. Unë e kujtoj, mos thëmë gjenerata ime, po para gjeneratave tona, për shembull vajza s'u ndilte as në kafiq. Kafiteri ti thonë, se kafiqi thonë zhargon. Është e vërtet kjo që s'kan mund dalin. Jo, ama në mbrëmjet ku ti ke kënduar, unë kam pa shumë vajza. A dilqin me leje speciale ato vajza? Unë bëhet qefi edhe gëzohem shumë, se i takoj një gjenerate, jo direkt une, po i takoj një gjenerate që i kemi thyj tabu. E di se kemi fillu me mbrëmje gazbore, çka më para ka qenë e pamundër, shembull gjeneratat para neve që ishin. E mba mend në atë kohë dilshim veç në mbëltore, se në kafiteri, ose në hinte femna në kafiteri se i gjeshin 1000 epitete, mase 1000 emna se tjerë se kjo ka hinë kafiteri edhe shkoj. Unë nisën dhe kam mësu prej çka kam lexuar dhe çka kam dëgjuar prej ma djetër se ne, pak ma të menqet se ne, kur theshim nëse do të shohësh një popull sa ka shku përpara veç ke femna mund ta shohësh. Edhe e shtash nuk kom ajo, shiqir që s'është, po nuk kom mirë edhe ajo mishja të prohet pak, se ka do sende që i kanë dalë rrugës, mirë po përgjithësi ndryshimi është shumë më i madh. A pse bukuroshja e Gostivarit? Sepse në tavolinën me gra pastaj u diskutua pse jo bukuroshja e Tetovës, pse jo e Korçovës, se kishim prej gjitha qyteteve gra. Që të bëhen xheloze këto tjera. Dijam, sa unë jam rrit në Gostivar, unë me vërtet kam lind në Bogovinj, i takoj nahis Tetovës. Po unë jam rrit në Gostivar, edhe unë krejt karrierën time kom startu aty. Edhe kam dëgju, unë kom këndu edhe sot e ditë këndoj këngën për Tetovarën, këngën që ta falat. Edhe sot e ditë kënga e metës, apo? Do ta kemi metën shumë shpejt, kështu që... Kishte këngë për Struganen, kishte këngë për... Struganen Nazmi Belica. Nazmi Belica. Edhe ndoshta e shfrytëzova rastin, se s'kisht tjetër, edhe ka pas, mos i dalim hakëm në Bihalili. Më je me ere Gostivarit e ka këndu. Po, më je me ere Gostivarit. Po s'ba vitë se s'kisht. Edhe s'kam rejagjoj, e vërtet është. E vërtet, as unë nuk them që përrejt. Më vjen pak interesant se nësimi takuar as njerë live, bile edhe s'ka mund të imaginoj... Ndryshim shumë mira, here parë shka shemi mi live. Po, shumë jemi mirë, unë ty sidomos. Pastaj edhe ty për mes ekraneve. Të karakterizon një humor shumë inteligent, shumë fin, apo jo? Besoj që ke shumë situata interesante që të kanë ndodhur në jetë. A ke ndonjë situatë gjatë koncerteve, me që përmendet teknika dikur nuk ka qenë sofistikuar si sot, për shembull ka dështu mikrofoni, ka dështu teknika, I kam shumë raste, zërimi, ose o ndalë rryma, për shembull. Po raste që kanë gjasojnë, se qëtash edhe I kam shumë raste, po do të rikthej kohën edhe ti. Po, sa I përket muzikës, rast më mirë ka qenë një kolegja ime, Vjolca Shala. Ishim duke këndu edhe asaj ai kabli mikrofonit kish ndërprerje, se ti se nuk del ke zoni komaskohet. Mirë, po nuk ishte arsye ajo, si ishte tuknu drejt fillit të një dy. Edhe unë thëmë, që kemi mikrofoni mirë, e rregullova. Edhe merr të veshë. O, e harrova tekstin, po. Të inqizosh një kaset, ka qenë e vështirë, s'është si sot, për shembull, që siç e përmendëm më herët, në këto kushte mund të krijosh një këngë. Duhet ta vësh tekstin, ta vësh muzikën. Kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tu? A janë kjo grupa sot që ke me vete apo jo? Kështu. Unë si fëmijë kam kënu këngë folklorike në Çifteli. Kur tham si fëmijë, mund të them se prej klasë parë kam filluar të vi Çiftelis, edhe dhe qysh atër kom bile këngë që I kom bo kur kom qenë klasa 2 fillore e kom bo vetë me Çifteli. Normal se ishte koha atëre këngët patriotike kërkoheshin shumë, edhe ishte rrezik të këndosh një këngë patriotike në kohë, se I takoj edhe pak unë I takoj edhe ish Jugosllavisë.
A që i vjetër do me thënë një? Jo dhe në shtash i kom bo 26. Si shumica, edhe jo marrë shumë e kongë patriotike në atë kohë. Edhe kam qenë aktiv shumë në muzikë në shkollë, në këto seksionet që ka i bëjshin atë kohë i dashë, se s'leshin atë nuk mund që ti vetë, bile kur dushtë të shkojmë të këndojmë në i shfaqës edhe një koncert i shkollës, nga mershin kongët edhe i kontrolojshin për do një fjali koti. Me e keq që ishte se ato nuk bëshin t'i asgjo, po t'i maltretojshin prindet. Ke pas në një situatë personale kështu? Kom pas një situatë interesante, kështu t'i them, ishte pak para prishjes Jugoslavisë. Kemi këndu në ploshtat në Gostivar, këto netët e majtë në atë kohë, komunistëve. Edhe une dhe ato shokët e mije kishim e vendosëm atë natë të këndojmë Shkoj Vjera Rete Zeza. Mirë po, në atë kohë ishte rizik edhe të ta ndëgjojshin edhe nesër kishe polici para dere. Ne vendosëm, arsimtari i muzikës, më ka dhonë muzikë Babej Armendit, bateristit tim, e kom pas arsimtar muzikës, a i na diktoj. A i na diktoj, tha e tha më boni, tha dë një budala lëk, tha se dë më boni problem. Jo, më arsimtar as një herë. Edhe shash ne i knum ato dy kongët që ka kishim plan, kongë dashnis, këtë qa. Edhe unë e shof arsimtarin poshtë mikset e zërimit sende. Edhe na shef, unë që thash prita saj dhe më thote, të në ndale atë, di? Që më se këndojmë se i bishë probleme dhe veti, po edhe ati, aja hanti i pari. Vesh ma ka dhanë shenjë për adje, vesh e lëshojat. Kështu më tha. Edhe mund ta paramendojsh në atë kohë. Çfarë akti guximshëm apo jo? Po. Pasojat cilat ishin? Fati jo se fillim ndryshën sende këtu edhe nuk ka si, se ka pas kolegë që ka Ju e lajmëruat prishjen e Jugosllavisë i pat ato Rete Zeza që vi. Duket se ishte që hiqeshin në fakt. Në fakt. atë kohë ishte sa kish dalë konga dhe ishte me të vërtet më shefta si ndëgjojshin njerëzit në për videokaseta, kujtohet se Qerim Sulja i Shqipënisë e ka këndu i pari, edhe ishte shumë rrezik, normal. Këtu të ne, se ndoshta në Kosovë në atë kohë ka qenë ma kollaj, këtu të ne ishte probleme dhe këngën e Shkurtefezës ta ndigjojsh. Më kupton. E masa dhe më fillu me muzikë zbavice, kur fillova, kur hita në shkollë të mesme, normal, mosha e bënd vetë. Si e zbulove talentin tënë kështu për muzikë zbavice, apo? Kur rajnë dashuri për herë parë dhe e zbulove atë potencialin e brendshëm, mbase krejt tekstet janë këngë për dashni, apo jo? Po për qatë këni në atë mosh. Ne ishim shkollë të mesme, të ri, normal, për ndryshë, saj për këtë muzikës më një gjithë shka. Tom, a qka më shumë dëgjon për shembull? Prej muzikës shqiptare, të asë? Nuk du ti tallisëm, une gjdo këngë të mirë, do njerë edhe nuk më intereson kush e këndon. Cilët këngë i manë vetur të regon, top listën tënde, 1, 2, 3? Për shumë kur erdhe prej Gostivarin të top? Prej të hujve ose të mijat? Cilët të duash, cilët i Mijat si mbanë? maj as një herë. I maj krejt. Elitën e kom për herë me veti, Agrun Berishën, Afrime Minin, Hareja, drejta tërgoj jam rrit me këngët e ati. Afrime Minin. Këngë e ati nuk është ashtu, në sot të këtë ditë e këndoj me qjevë, kështu, kur vjen puna. Tom. Edhe ka pas shumë bende ma para qka... Afrime Minin, unë shumë shpesh i përmendi, kështu që ai do ta shohë këtë emision dhe e din që disa herë e kam përmend, kështu që e kam vendos krejt grupet zbavitse të dikushme t'i nxjerri... Afrimin e du. Edhe të bëjmë një koncert bashkë, pse jo? E du, se unë kërë kom bajt turnen e parë, këto atë kom pas misafir special, edhe kam mësu shumë prej ati. Se është pak para me, edhe kërë kam njoftu, më bëjt kjefi shumë se unë këngët ati e njësha non-stop. Edhe, po, ma ngupa jo është pak. Me një intervjist e kam pyet e njefa me të Azizi, ka thënë shumë djali mirë, po mas meje. Normal, ajo stili Afrimit, ajo është. E du. Tani për çfarë do flasim diçka tjetër? Shkojmë te Zvicra pak. Me që e nisëm me qytetet tona shqiptare. U tregon, jo, politik, për zgjedhje s'ke ardha, po, të votojsh. Stregon të sen. Kjo është shumë pyetje private. Dhe zonë të mi dhënat, unë i kam kret, i njof kret, nuk du të thonë se qeki ka jo, anka kjo. Unë do të votoj ty. Unë morën vesh, një vot ma shumë.
Zvicranëve, kur ju bia të jenë nga një qytet si ky, shtet si Maqedonia, për shembull, kur të pyesin, çfarë thonë? Çfarë mendimi kanë prej tyre, sepse zakonisht ne disa herë qytetet dhe shtetet çka nuk i shohim, i njohim prej një personi, ne personifikojmë pak a shumë atë qytet, atë shtet. Dëgjom, nëse bëjmë krahasime më para, me të vërtetë. A din për shembull ka simbolin tonë? Po Zvicra edhe pak do Prej futbollit, a? Do e kërkojmë Republikën tonë Zvicra edhe pak në shqiptare. Ju respektojnë juve shqiptarëve? Jo, jemi bërë shumë të shkaqare për më në respekt. Jo, Jeni bërë shumicë? Bëhet qefi se në Zvicër, që tash nëse llogarisim atë formatin madhësin, në Zvicër jemi bërë shumë. Bile që tash para se diknim ndigjova kështu jo oficial se ka një iniciativë që aty në rrethin Cyrit bëhet gjuhë zyrtare shqipja. Shumë mirë. Do me thënë du ta dim se ku jemi në Zvicër. Po dallim ishte gjithka jemi, ne? Po në Zvicër se Zvicra është një shtet i madh me format me madhësi është sa Maqedonia është. Me popullsi më e madhe, po ne shqiptarët jemi aty mund të them se shumë mirë edhe e mire e krejtë sa... Të organizuar, am lidheni bashkë këndoni këngë patriotike kur është 28 nëntori? Si Zvicër që ka jonë shqiptare të organizuar nuk besoj. Çka bëni? Ajma përshkruaj një mbrëmje të zakonshme me miqtë e tu. Kush është prezent aty për shembull? Që ti përshëndesim shqiptarët e Zvicrës. Nuk du t'i veçoj se do mirë. Ej grupa. Aty e di se krejti duhen ato, po për momentin këtë fundit jemi të nditur shumë bashkë, kam një shok të Preshevës. Gjim Preshevë, edhe ajo këngëtar, është biznismen i mirë, edhe është shumë djali i mirë, atë e përshëndes, normal është Visari Xhepi i kom atje. Wow. Po, me Visarin bile më para kemi bërë shumë aktivitete, e patëm, si tash jeta t'i ndron kahje do një here, ajo shumë i sukses, shumë biznes, po, kontaktit i kemi dhe koma s'kohe, kur mbledhemi, i këndojmë të këngët nostalgjike, të kthehemi këtu të ne. Cilën këngë, për shembull, mora fjalë? Ajo është trendi shtash, ajo është himni shtash, nuk mund ta hekim atë prej asi. Edhe me gjithë kjef çdo njëri e nis. Ma interesant se edhe ka ato që janë muzikal, edhe nuk e kam veshin edhe s'din të këndoj. Që si puna ime për shembull. Ti e ke zanin shumë radiofonik. Jo, është interesant se kur e shoh një që s'ka lidhje me muzikë dhe ai mundohet, madje do të thonë u ka hi njerëzve dashuria për muzikën gjak. Por momentin më shumë këndohet ajo se sa himni kombëtar, nëse analizojmë mirë dhe shiqi që është ashtu. Edhe ne gëzohemi shumë, sidomos për mërgjimtarët tanë. Janë të shumë, jo vetëm në Zvicër, po gjithandaj në përballë, kështu që urojmë të dëgjojmë mirë për ata. Kurdo që dëgjojmë. Ka një dallim prej kohëve, shembull ta marrim para. Si ka qenë një mërgjimtar dikur dhe sot? Sot edhe nuk mund të thuash se o mërgjimtar. Ato pjesa më e madhe jetojnë atje, edhe unë jam për momentin atje. E kam fjalën se nuk ka si më parë, se ka ndryshuar edhe 2 orë je këtu, ose 2 orë je atje. Aeroplanit edhe. Po, prap, të paktën ne gjeneratat shka ne ta garantoj se 99% nuk flas për këto gjeneratat e re, nuk flas për djalin tim të vjeçar, po gjeneratat që prej meje më para, ne akoma jetojmë me atë ëndrës që edhe një vjet do e lënë të kthehej. Edhe trallja në të shka. Sa këngë gjithsej ose kaseta të thoni, numëron krijimtaria jote muzikore? Albume i kam 4. Albumin e pare kom plasu 91-92 mos sasi. Një vjet më vonë kom plasu albumin e dytë me Maturantin, Dita Nat. Masandej 96-ën kom plasu Lutjen. Edhe 99-ën të fundit për ty e ka pas titullin. Masandej kam kriju shumë, i kam qatë shumë këngë, po akoma i kam plasu një dy këngë shumë në kohën e koronës. Po i kam pa ato që i keni bo me distancë, a? Me vajzën time një në këngë, kam bo. Jo, ato masandej u bon. Jo në Facebook i kam plasu një këngë me vajzën time të madhe. E ka trashëguar zërina? Po. Shumë po nuk... Ke qejf merret me muzikë apo jo? Jo, po kënon shumë mirë, ka një zatë. Mendo mirë se tashmë nuk je fukara nëse merresh me muzikë, edhe nuk detyrohesh më të shkosh në Zvicër. Jo, po unë nuk kam qenë prej atyre prindve t'ja imponoj, bëne këtë se bëna. Ja, do me thënë do të zgjedhë vetë.
unë jam i muzikës, po vetë edhe unë kom ndru kahjen atje, po u kanë thënë zgjedhni çka e keni qef, se profesionet edhe sendet nuk ish mirë për i imponohesh. Është e vërtet. Atë nuk kam qenë, po ka një zog kristalaje e dyta, vajza e dytë është kështu, po si vlerësuese shumë e mirë se e marrja. Djali është i vogël, do shohim se çfarë do na bëhet ai. Edhe Ndonjë vërejtje për shqiptarët si këtu në Maqedoni, që kur i ke lanë, ke dash që të ndryshoje kur të vish mbas 20. Skemi, Unë di se janë shumë të mirë. atje ma para të thëmë kështu, kam pas tjera mendime, ndoshta ka qenë vitet e para, po çtash nuk janë shqiptarë. Se kur jemi ne këtu krejt me mlef jemi, au bele shqiptarët zbohemi, shumë shqi jemi, janë zimin jetën njëri tjetrit. Ama kur shkojmë në Zvicër shumë të mirë bëhen shqiptarët. Mal padera s'ka. Unë jam prej natyrës jam i rartë. Unë mund të kemi i natë një njeri sa të dush. Me për nëse ka të një për të mirë unë sunja më hoj. E vërtet. E kam pas prej fëmiri edhe sot e këtë ditë dirsa të dirsa kjetë. Unë e kritika së mboj se unë e bëj krahasimin si kemi qenë, ku kemi qenë edhe ku jemi, edhe ti qëtash do të llogaritish atë intervalin e kohës, dikuj që ndash 5.000 vjetë të abojat, ke ke bë për një kohë të shkurtë. Prandaj jemi populli i Zotit. Inshallah bon edhe për mrenda, se për jashtë jemi shumë Zotit. Tu mrenda jemi pak si asi, po ndryshojnë se ndo. Faleminderit. Do na I përmendesh djent kush janë që të shoqërojnë ty dhe me cilët do këndojmë. Edhe hita shumë thellë, unë hita ke aty dysha ta tregoj. Viteve 90-ta kur fillova vesh me muzikë zbavitse të merrem, normal s'kisha këndu live asnjëherë me çiftëri, po unë si këngëtari muzikës zbavitse nuk isha këndu asnjëherë. Edhe u bë shkaktari, ai sot është profesor I fizikës në Sali, është Tafa I Gostivarit, kishin organizuar të një mbrëmje gazmore. Në atë kohë kishte një diskotek shumë e mirë përballë shkollës fillore ku kam mësuar unë në Gostivar, studio 1 e kishte. Ishte për kohën shumë moderne. Edhe ato kishin organizuar një mbrëmje gazmore për studentat e Prishtinës, se veç kishte filluar në Kosovë atje. Protesta, demonstrata. Mirë, po nuk ishin këngëtar të muzikës zbavitse. Edhe në vinë ato mund të shpetët, a me ta do vish të këndojsh muzikë zbavitse. Mund të vithash, unë gjithsej mund të tërgojsh se sa ka unë këdi dhe nuk isha I pregaditur as si grup, as të lutëm organizoj dhe unë me Armendin, bateristin tim, se atë sa I përket grupit shkëndijat, me atë jemi prej start. E thiri Armendin me bateri, e thiri Lindin, gitaristin, të albumi I dytë I ka bo pjesën më të madhe të këngëve, është muzicien të I mirë, shtash është dentist. Ai me bas gitarë, e unë I kom ra gitarës aty vetë, dhe që aty ja filloj. Edhe kalum shumë mirë, edhe pse si isha I pregaditur para të kohës, nuk isha repertuar. Am kuptar. Edhe që aty filloj kjo punë I organizimit si band mas andej. Normal, e kom pas në atë kohë, e kom pas djalin Agjës si gitarist, pa I shkuj ke vike në Gjermani. Edhe na dushte dikush ta kemi këtu. Edhe me Armendin, në fillim, diku ma vonë, se vllajnë Armendin, Cacin, ai është eksperti jon, shumë ma vonë, sa I ka qenë shumë I vogël. Kur e kom pa për spari herë, I ka qenë shkollë fillore, edhe aty veç ja dha ai shoku jo ja dha pa gitarë, nuk e disha se normal stafallaret janë familje. Të lindur, ato duket kanë lind duke kënduar. Po thash, e di sa I përket muzikës. Edhe duke I rënë ndonjë instrumenti. Përket muzikës unë përherë thëm stafajt janë amblema e janë. Edhe nuk ka s'ka dyshim aty. Edhe kur e pash, edhe pse ishte mos gaboj ka qenë klasë 7 ose 8 fillore. Edhe unë I thëma do vish me mua. Baba ti dhe më besoj shumë I vogël, çfarë I vogël më shumë sekret le din. Edhe da ka dalë formume, fillum, mas ande kemi qenë shumë aktiv. Po çtash nuk jam si grup se unë jam këtu, po kontaktet I kemi. Edhe sot do këndojmë, ha? Edhe unë kur shkoj të këndoj pa ta shkoj atë fundit. E po. Çe bile Po ai morale kanë kemi. me mua. Tash do këndojmë. Edhe Metin, edhe Cacin, edhe Armendin.
Se me këto karrierën... Që ngarit tavolina, që është e vërtetë. Jo të i paha që atje. Shumë mirë. Të falenderoj shumë për bisedën, nëse na ka ngelur diçka pa e thënë. Qeni shumë falenderit për ftesën. Siç është shumë motorë. Edhe kur më ke thënë, kom thënë mos e ka kohë që si jo marrë me interviste, me kësi E tash do kesh shumë ftesa, besoj. Edhe ndjej vetës që ato fillestarët që kanë tremë, atë pasigurim mori këthy. Ishte shumë bisede Po për këndshme. herë që bëjmë ma të organizuar. Faleminderit shumë për bisedën, shumë ka qenë bisede këndshme e veçantë. Gjithashtu. Ashtu siç është edhe muzika jote dhe uroj që sa më shpart të ndodh koncerti, se besoj do të mbushet salla plot edhe do t'i rikthejmë edhe një herë për ne nostalgjike siç na quan Ameti, këngët me cilat ne kemi dasht, jemi nda, kemi kujtuar, jemi përmalluar, jemi puthur e shumë çka domethënë. Tekste shumë të bukura, gjithsesi këngë shumë bukura, uroj të kesh shumë në të ardhmen. Faleminderit. Frymëzimet e reja. Për ty vajs nuk më dëgjumi, nuk më zihet vendi vet. Vetëm ty moj të ndroj, vetëm ty të kam ndërmend. Vetëm ty moj të ndroj, vetëm ty të kam ndërmend. Pa ty nuk të zbraste jeta, moje dashurar jeta. Ti më je si zok me fleta, moje dashurar jeta. Pa ty më shte zbraste jeta, moje dashurar jeta. Ti më je si zok me fleta, moje dashurar jeta. Si dy pëlluva që fluturojnë zemra tona, po na vajtojnë, po ndahemi të dashuruar prej dikujt dradhëtuar. Kush na ndau neve të dy, kur mos pas dritë në sy. Kush na ndau neve të dy, kur mos pas dritë në sy. A të kujtohet se si më thoje, a të kujtohet se sa më doje, kur thoje se kur s'do të kemi vaj, se as vdekja neve s'mët na ndaj. A e di kur ecnin të dashuruar, dorë për dore, të përqafuar, kur dashuria nuk ishte kufi, kur të na ndaj s'mund të njeri. Po ç'lodhi me ty e me mua, kur është fjala e ëmbël të dua, kur që mi tregoje, ku e ke besën që ma premtoje, ku është tani fjala i te ardh, ku e kem shehur dashurin e zjarr, gjitha premtimet ti harove, në letrat ti i ke e shkove. Ti as pak s'kupto se që dashuria, ti as nuk e di se sa dhem tradhia. Ti as pak s'kupto se që dashuria, ti as nuk e di se sa dhem tradhia. Ti s'pas ke pas djenja që i ka një femër, ti nuk di të
pas djenja që I ka një